Çfarë është e drejta për ty? Që me kuptu unë edhe zonjat këtu. E drejta pa terma juridik është ajo ndjenja thellë brenda nesh që thot që kjo është e duhura, kjo është ajo e duhura që duhesh me bë, është siç njihet edhe në zhargonin popullor, që të dorën zemër, nëse nuk vjen taman ty, nuk i vjen taman as tjetrit. Nuk është gjithmonë e drejta ajo që shkruan ligj, është ajo sfida që e kemi mes ligjit, ne dhe ligji dhe ne dhe ndërgjegja jonë. A i bie ajo që mos i bëjt dikujt tjetër atë që nuk do doje t'ja bëjë vetës. Pikërisht. Dhe kjo është golden rule. Golden rule. Faleminderit shumë. Mashtrimi. Çfarë është për ty mashtrimi? Nuk po përdori terma juridik, se nuk po besoj që edhe zonjave dhe publikut i interesojnë, po mashtrimi është një kamuflim i gënjeshtrës që e detyron personin tjetër me vepru kundër vullnetit tij. Mashtrimi është shumë më i rëndë se gënjeshtra, edhe dëmb shumë më shumë se gënjeshtra. Pra i bjen që të shtin me bot diçka kundër vetës edhe. Okej. A ke përjetuar ndonjëherë një dështim të hyer? Ose një dështim që të ka mësu? Po besoj se cili prej neve këto kemi përjetu dështime, edhe pse mundohem mës me interpretu si të tilla, mundohem me i marë si mësim, edhe në të ardhmen, kur të kam një sfidë njëjtë të ngjajshme, me te kalu mënyrën më të mirë të mundshme. Dështimi po që dhem, por edhe është mësim për krejt neve. Faleminderit shumë. Liria, a duhet ketë kufi? A duhet jetë e kufishme, e kufizuar, dhe liria e tepër që e përmendin disa, a të sjell dëme? Liria është dhurat që secili prej nesh duhet me gëzu përderisa i din pasojat e veprimeve të veta. Liria si në fëmijëri, si në adoleshencë, si në pleqëri, nëse vjen me përgjithësi, është e mirë, është pozitive, përderisa nuk ja cenon lirin tjetrit, ose nuk i bën nëse nuk i bën dëm tjetrit. Pra deri tek ai kufi? Deri tek ai kufi. Faleminderit shumë. Tani, barazia apo drejtësia? Për mua... Ku janë bashkë këto, ku ndahen? Për mua gjithmonë drejtësia. Barazia është me u trajtu gjithë njëjtë, ndërkaq drejtësia është me marrë atë që te e meriton. Gjithmonë je ka drejtësia? Gjithmonë jam ka drejtësia. Okej, faleminderit shumë. A mendon se i ke hyrë dikujt në hak? Kjo është pak edhe subjektive. Unë nuk mendoj që jam njeri perfekt, as nuk synoj me qenë perfekt. Po besoj se cili prej neve këtu i kemi hyrë në hak dikujt me apo pa vedije. Unë e di që i kom hy hak prindve të mi, motrave të mija, vlezërve të mi, edhe njerëzve që i kom pas ofër në një periudhë caktuar të jetës tem, po nga njëherë nuk e kom bo me qëllim, jo mundu edhe me kërku falje, edhe me u pëndu, edhe me ja përqua dhe atyre kërkim faljen, kur ka ndodhë diçka e tillë. Faleminderit shumë. Janë disa njerëz që kur nuk pranojnë përgjegjësi, kur nuk marrin përgjegjësi dhe gjithë fajin ja hedhin të tjerëve. Ata të bëjnë që të ndihesh në faj edhe pa qenë i tillë. Si t'ja bëjmë me këta njerëz? Pa i qonë gjykat. Unë mendoj që gjithherë nëse akuzohemi pa faj, duhet
edhe ati personi që na akuzon, po nashta edhe publikisht, me tregu të vërtetën. Akuza është edhe ngarkesë psikologjike dhe emocionale, për qatë arsye duhet me sqaru, jo me mbet fajtor pa qenë fajtor. Okej, të ka ndonë ndonjëherë? Ka vu dikush këtë pozicion që... Avokatia na ka mësu me qenë luftarak goxha shumë për tjertë e imagjinoje për vetën, nëse akuzohen pa drejtësisht, pa tjetër që nuk rinë heshtje, pa tjetër që mundona me ja përqu të vërtetën ati personi. Okej. A ka të drejta dhe ndashuri? Apo të drejta dhe ndashuri? Dashuria është një ndjenjë që përjetojmë se cili prej neve të paktën një herë në jetë, është ushqim për shpirtin e ilaç për zemrën. Pa tjetër që duhet me luftu për drejtësi në dashuri, por jo nëse është një drejtimshe, jo nëse është e njanshme, jo nëse nuk është reciproke. Okej. Dhe me thonë 50-50 me shku. 50-50. Me mujt. Gjithmonë me pas kompromis. Faleminderit shumë. Si t'ju qasemi personave të cilët qajnë para nesh, e përdorin vajin si mjet për t'i justifikuar gabimet e tyre. Të ndodh me personat t'il t'kesh punë? Po, na jemi njerëz dhe duhet se cili prej nesh me kuptu që mundemi me gabu dhe mundemi me u pendu. Por duhet me po dallimin nëse ata lot janë si justifikim për ose shfaqsim, ose nëse ata lot janë me të vërtet lot pendime. Faleminderit shumë. Dhe pyetja e fundit, si është të jesh një person që punon, lufton, angazhohet, përkushtohet për drejtësinë dhe natyrisht e lufton pa drejtësinë? Si është jeta e një personit të tillë? E shikon gjithçka në këtë prizëm? Lufta për pa drejtësinë është një luftë e përditshme, sidomos për mua dhe për kolegët e mi. Po shumë ma letë e ka po mendoj shumë ma vështirë është për ata që ka bo pa drejtësi, se për ata që është duke luftu për drejtësi. Pse? Është edhe ndërgjegja. Nëse ai që bën pa drejtësi nuk i shqyrton gjitha rrethonat, unë po flas në aspektin e gjykimit, që pra mund të shpëtosh nga gjyqtarët, po jo nga ndërgjegja jote. Pikresht. Edhe që gjyqtarët duhet me pas empati edhe me urreshtu ka drejtësia.